Drejtoria e tatimeve ka njoftuar se afati për dorëzimin e deklaratës së të ardhurave për vitin 2024 është shtyrë deri në 1 prill 2025 duke zgjatur afatin që më parë ishte në 31 mars. Ky vendim u mor pas faktit që 31 marsi ishte ditë e diel, ndërsa dita e hënë, 1 prill, është pushim zyrtar për festën e Fitër Bajramit. Të gjithë individët që kanë pasur të ardhura bruto mujore mbi 100.000 lekë gjatë vitit të kaluar ose kanë të ardhura vjetore më shumë se 1.2 milion lekë janë të detyruar të plotësojnë këtë deklaratë. Po ashtu ata që kanë të ardhura ditore nga qira ditore duhet të dorëzojnë deklaratën, përfshirë ata që kanë të ardhura deri në 50.000 lekë të patatuara. Sipas informacionit të drejtorisë së tatimeve, rreth 144.000 individ duhet të dorëzojnë deklaratën deri në afatin e ri, ndërsa deri në 26 mars ishin dorëzuar rreth 85.000 deklarata. Ata që nuk dorëzonin deklaratën në kohë do të përballen me një gjop prej 3.000 lekësh së bashku me interesin dhe kamatvonesën. Kjo deklaratë është një mjet i rëndësishëm për administratën tatimore për të kryer kontrollin e evazionit fiskal dhe për të hetuar pasurinë e individëve. Plotësimi i deklaratës bëhet në formë elektronike përmes faqes zyrtare të tatimeve dhe për ata që e plotësojnë për herë të parë, sistemi i tatimeve do të gjenerojë automatikisht të dhënat për periudhën janar-dhjetor 2024. Pas kësaj, deklaruesi duhet vetëm të plotësojë të dhënat e tyre personale për të përfituar procedurën.